Nga defterët Osman të regjistrimeve të shekullit 16, kemi hasur në mbiemra me prejardhje shqiptare, si për shembull defteri Osman i vitit 1570, ku është e regjistruar prona e banorëve të fshatit Orxhanos të Kumanovës. Aty përmendet një person me emrin Bogdan Arnauti dhe në defterin Osman të po këtij viti, ku janë të regjistruara pronat e banorëve të fshatit Llojan, përmendet një person me emrin Zaharia Jovan. Emri i parë mban mbiemrin Arnauti, ashtu siç Osmanit i quanin shqiptarët, kurse mbiemri i dytë ka të bëjë me një familje fisnike shqiptare, që u shfaq për herë të parë dhe u përmend në shekullin 14. Kjo ishte një gjetje shumë e rëndësishme dhe një argument shumë i fuqishëm se këtu shqiptarët janë popullat autoktone, e jo siç pretendojnë historianët serb dhe maqedonas, se shqiptarët janë ardhacak nga krajinat e Shqipërisë veriore në shekullin 18 dhe 19, kurse në këto troje gjoja pas kanë qenë popullata slave si banor autokton. Pavarësisht se historiografia serbe i merr përballë këto emra me origjinë serbo-slave, që kishin punuar gjatë sundimit të vet, gjatë shekullit 13 dhe 14. Prapse patronimet dhe etnonimet me origjinë të pastër shqiptare u hedhin poshtë këto teori të falsifikuara.